në parlament sot priten debatet forta, sepse është seanca e fundit plenare e sesionit. Paktën janë raportimet e institucioneve të pavarura, interpelanca me Karakacin, janë disa nga pikat e rendit të ditës, e për dëmë të tepër informacione rreth rendit të ditës, janë parashikuar një sër çështjesh ku në fokus do t'jenë raportet vjetore të institucioneve të drejtësisë për Këshillin e Lartë Gjyqësor, Këshillin e Lartë të Prokurorisë, Prokurorinë e Përgjithshme, Kontrollin e Lartë të Shtetit dhe strukturën e posaçme kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Dhe sipas rendit të ditës, deputetët do të shqyrtojnë projekt rezoluta për vlerësimin e veprimtarisë të këtyre institucioneve gjatë vitit 2025. Por, si pikë e rendit ditës kryesore, është cilësuar raporti për veprimtarinë e SPAK-ut për vitin 2025, ku priten ketë pra një debat politik mbi punën e strukturës antikorrupsion dhe luftën ndaj krimit të organizuar. Projekt rezoluta për është hiqur gardi metalik, një pjesë e gardit metalik hiqet nga protestuesit dhe vjon të ndërhyj policia. Ishte vendosur si barier pra gardi metalik që në orën e parë të mëngjesit përpara parlamentit, por një pjesë e tij është hequr nga ana e protestuesve. Tani me Gjensila Kodrën për të na dhënë informacione. Gjeni, çfarë po ndodh? Mirëmëngjes.